Ndotja akustike vijojnë kontrollet intensive të strukturave të policisë në kuadër të planit të posaçëm operacional për parandalimin e saj në zonat turistike. Autoritetet e Komisariatit të Policisë i Martë, të seksionit të rendit në këtë komisariat, të stacionit të Dërmi dhe shërbime të tjera policore kanë kryer monitorime në teren në zonën e Imarës dhe të Dërmiut. Sipas policisë, kontrolli ka për qëllim evidentimin e rasteve të tejkalimit të normave të lejuara të zhurmës nga subjektet që zhvillojnë aktivitete me muzikë. Gjatë kontrolleve u kontaktua dhe me përgjegjësit e këtyre subjekteve, të cilëve ju rikujtua detyrimi ligjor për respektimin e orarit të përcaktuar për muzikë nga ora 11 deri në orën 24, si dhe e kufive të lejuar të nivelit të zhurmës. Policia kujton se strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë janë të angazhuara maksimalisht për të ndëshkuar çdo rast të ndotjes akustike në të gjithë territorin e qarkut. Subjektet që nuk respektojnë ligjin do të ndëshkohen me masa administrative që variojnë nga 200.000 deri në 400.000 lekë ose ndjekje penale sipas legjislacionit për administrimin e zhurmës në mjedis.